الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه vëllezër besimtar i dat sot në këtë ligjërat inshallah taala do të flasim lidhje me një temë shumë të rëndësishme në lidhje me një koncept që besimtarët nuk e marrin ashtu siç duhet dhe paraqiten me një mënyrë justifikimi të pa arsyetueshme. Elhamdulillah, nuk është vetëm në xhamin tonë që elhamdulillah të mbushen elhamdulillah Zotit, po shikojmë edhe xhamia bosh. Xhamia me 3 veta, 4 veta. Xhamia me 1 rresht apo 2 rreshta. A popullata është mos pyesim. Banorët e atij vendi janë sa më nuk ka. E hasim shumë si problematikë edhe në hoxhallarët kur diskutojnë njëri me tjetrin, përdoret shumë nga disa xhamat, nga disa besimtarë, më i thonë se xhamat ato nuk janë, të cilët i drejtojnë hoxhën, nëse hoxha e thotë, eja vëlla në xhami edhe falo, e kanë mësuar një shprehje, or hoxh, unë elhamdulillah e kam zemrën e pastër, nuk ja du kujt keqen, nuk i bëj keq kujt, e kjo më mjafton. Ha, shok e zotërujna. Prej ka ki koncept se xhamia njështë të këshirë ka përmbarë në xhami? Pse i dashmi Zotit, sallallahu aleyhi ve sellem, i keq ishte që falje e luti pa ndërprer? Ku e gjetët i këtë koncept që e kam zemrën e mirë dhe s'kam nevojë të falem e të lutëm? Por temën do ta kemi tek zemra e mirë. Kush është zemra e mirë? Prandaj për këtë do të flasim inshallah taala. Secili prej nesh e ka mundësinë për t'ia bërë një test zemrës vet. Me testu zemrën e vet. A me të vërtet qëndron kjo? Po mund të gënjej edhe vetën ai, se dhe zemrën ndoshta nuk ka të mirë. Dhe faktikisht njëri që nuk i bie koka në sejtë e nuk e din ku është dera e xhamis, çfarë zemër të mirë ka ai? Çfarë zemër të mirë ka ai? Kush quhet zemra e mirë? Si mund të ta testojmë neve zemrën tonë për ta patë paktën këtë cilësi? A e pas kemi? Dhe a thunë valë në maj ka një farë shpresën në ahiret se unë e pata zemrën e pasër? Të nderuar vëllezër besimtar, për testin e zemrës
do t'ju tregoj një shembull. Shkuan tek njëri prej tabiinëve, dhe tabiinët janë gjenerata e dytë. Pejgamberi alayhis salam me sahabët, gjenerata e dytë janë tabiinët, ato që kanë arritur sahabët e dashmit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte jetuar me shokët e pejgamberit alayhis salam, ki tabiini, i njohur me emrin Taus bin Kisan. Ai në atë kohë ishte edhe muhadith, ishte edhe mufesir, ishte edhe fakih i kohës. Njëri i urtë me cilësi shumë të mira, edhe dietar i madh. Dhe shkojnë një pjesë njerëzve dhe i thonë, kemi një pyetje për ty o dietar, a mundet dot në e klasifikosh kë quan zemër të mirë Allahu dhul xhelal? Si dallot një zemër e mirë e një besimtari? Ai thot, do të mundohem me 3 rrjeshta të shpjegoj. Do të mundohem me 3 fjali t'u jap përgjigjen. Zemrën e mirë të një njeriu e tregojnë 3 faktorë. Dhe kush janë ato? E para, cilësia e parë që tregon për një zemër të mirë është ta kesh frikë Allahun dhul xhelal, por me një frikë që nuk i ngjan asnjë lloj frike tjetër në dunja. Po mirë hoqë, po si na qenë ka kjo frikë? Shumë lloj frikash ka në dunja. Fëmia ka frikë prindin, se po e rref apo e qorton. Nxënësi ka frikë arsimtare, me pas frikë, se do mi kanë lujt kohët. Po dikur e kishim shumë frikë, akoma na paraqitën nëntër. I shikojmë sot 30 vite, 40 vite që kemi mbaru, halal i shohëm nëntër, se dridheshin përpara tyre. Po flasim për frikët që ka qenë. Problematiku ka frikë nga ligji apo ka frikë nga burgu. Pra nëse i marrim mund të jenë qindra lloj frikash në dunja. Frika ndaj Allahut do të jetë kërejtësisht ndryshe nga frikat e tjera që ketë njeriu në dunja. Sepse ka të bëjë me jetën e amshuar, me jetën e pasosur, me jetën që nuk ka kthim pas. Se fëmia ka frikë prindin por rritet. Se ai që bën gabim edhe bën një krim, ka frikë ligjin, po vjen momenti që e mbaron atë dënim dhe del prapë në liri. Ama për atje është një botë që nuk kthehesh më këtu. Atë lloj frike, kjo lloj frike tregon domethënë një zemër të bindur për Allah. Një njeri që ka frikë respekt madhin Zot xhella xhelal. Po e dyta, shenjë që tregon për një zemër të mirë, në zemrën tënde do të ketë shpresë. Në zemrën tënde do të ketë shpresë, bilës më shumë se sa frika që e cekëm në pikën e parë. Shpresa do ta mundje frikën, sepse ka ajet kuranor që rahmetit madhit Zot është shumë më i madh se sa gazepit madhit Zot. Shpresa pra do të jetë jashtëzakonisht e madhe. Besimtari që është besimtar, kur nuk do ta humbe shpresën tek i madhi Zot xhella xhelaluhu wa xhella shanuhu. Edhe kur është i smur, shpresën nuk do ta humbas. Edhe ku ka probleme serioze, shpresën nuk do ta humbas. Edhe nëse arrin në një pikë sa që thot, kret gajle dhe të lashët të dunjas kanë rënë mbi mu, shpresën nuk do ta humbas. Shpresa përdor një shprehje, e përdorin shumë njerëz një shprehje, shpresa vdes së fundit. Pse? Kjo ka një farë kuptimi. Sepse një njeri që nuk ka shpresë, nuk ka asgjë. Dhe treta, ky dietar i madh tha, të duash për tjetrin atë çka do për veten, dhe të mos ja duash tjetrin atë çka nuk ja dëshiron vetes. E të pikë të ndalim pak, sepse do të përmbyllim me këtë. Ta komentojmë pak më hollësisht. Sepse me të vërtet kjo është pika kryesore që tregon një zemër të mirë dhe një zemër mazallah, jo të mirë apo të nxjerr.
Për këtë pikë na ka folë shumë qartë, e shtjellon këtë pikën e tretë më së miri, e shtjellon një talebe i Ebu Hanifës, një nxënës i Ebu Hanifës, i njohur me emrin Shekih Belihi, dhe ki thot për ta provu ose për ta testu një zemër, se me të vërtet e ke zemrën e mirë apo të keqe, duhet përmbaj në këtë formë. Duhet të bën një kontroll të kësaj natyre. Thot në qoftë se gjendesh në ndonjë mezhelis, një grumbull njerëzish, edhe në atë grumbull njerëzish bie fjala për një gjunahçar, lakohet emri një gjunahçari, ti në atë moment thot, zemra jote, a kënaqet që ka gjunahçaraj, a mërzitet? Këto është pesha për ta pas zemrën si ke. Nëse mërzitesh, ta di shumë mirë se ai njeri që mërzitet se filani, vllai vet në fe, po e themi ose kështu, që ka gjunahçar, zemra ti i qarë shpirti dhe zemra. Pse? Se e marrë me në si ki njëri, pas ka për të ndëshku në ndoshta. Mos të më shiroft i madhe Zotë, në qëfë se nuk e më shiron, Allah dhe Gjelan, do të ndëshkohet, do të dënohet në heret. I plas zemra, mërzitet jashtë zakonisht tepër. Kita di shumë mirë se ki njëri ka zemrën e pastër. Në qoftë se gëzosh me gjunahën e tjetrit, me ju gëzu fatkeqësisë dhe gjunahët të dikujt, zemra jote ablos ose skëtër, është komplet e nxirr. Pra, kjo është një ndër kronometrat. A të vinë gjunah për aton, për gjunahçarën, apo gëzosh? E dyta, në qoftë se thot në një mezhelis, vim tek ana tjetër, në qoftë se në një mezhelis lavdërohet dikush, përmendet për mirë dikush, besimtari i shkëlqyeshëm, filani thot me djesën e ballit ka arrit në kulminacion. Elhamdulillah, ka hap një biznes të jashtëzakonshëm. Filani, djali filani të ba shumë djetari marë. Përmendet për mirë njërin me gjelis. Shko tek zemra jote dhe pyete. Tani është kera në provë për ta pas zemrën si ke. Nëse ki lajm të gëzon, elhamdulillah që pas ka shku në kulmin e ekonomi, elhamdulillah që pas ka dalë djali filani dietar, elhamdulillah që u përmend për mirë një filani, kënaqet zemra jote, pajtohet zemra jote, shkërihet në këtë kënaqësi të madhe se filani që ka i mirë. Kjo është një tregues shumë i mirë që zemra jote është siç do të qenë. Mazallah, secili për nesh mund ta bëjë këtë provë. Nëse në atë mezhelis u përmend për mirë filani dhe ne Ahmedet. Ja më, kona e mirë, po unë për jam i mirë. Unë jam i mirë, sa që nga i mirë. Nëse do mësohet zemra jote, nëse nuk dëshiron që të ngjosh mirë për dikon, kjo është treguesi më i saktë që zemra jote është nxirr. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Thot i madhi Zot, në zemrat e tyre ka smundje dhe neve akoma më tepër u vashësojmë smundjen në zemrat e tyre. Zoti na i pastrof zemrat ya Rabbil Alamin. Se vallahi billahi tallahi, mos e gënjeni vetëm me këtë tezë në thonjëza që unë o hoxho e kam zemrën e mirë si kristali dhe nuk kam nevojë mbar xhami më u falë me ulut. Jo vallahi, jo. Zemra e mirë duhet biles me patjetër të xhami. Ta falenderoj Allahun dhul xhelal që i ka dhënë një zemër prej kristali. Ta falenderoj Allahun në atë ditë që ka zemrën e pastër. Siç e falenderojmë që i dashmi Zot dhe mbar pejgamberan, edhe mbar njerëzia e drejtuar në rrugën e drejtë. Të garantoj që një njeri që përdor këtë lloj parulle, që unë kam zemrën e mirë dhe unë shkoj xhami, oj vallaj edhe zemrën nuk e ka të mirë. Se një njeri që pasi qëtash, që nuk e di ku a dere e xhamis. Jo, hoxhëri, ai mund ta di, se mund kaloj 100 herë në ditë. Por nuk të roket në dere në xhamis, nuk e qenë me bismillah dere në xhamis, për shku më i bëj ibadet Allahut.
Ta di shumë mirë se ai njeri do më thonë veç zemrën e mirë nuk e ka. Namazja tjetër, zekatja tjetër, agjërimja tjetër, haxhillëku është tjetër, shahadetja tjetër, nuk lidhen me zemrën. Kjo do më thonë zemra është plus, është lënda e parë, por do më thonë nuk ka se ti falë një madhë Zot. Zotin na dhëton nga hajri, Allahu na bë besimtar sinqert, Allahu ja Rabbil Alamin ne e baftë mundshme inshallah taala që me të vërtet ta kemi zemrën e mirë siç pretendojmë, se vallahi edhe ne si hoxhallar me pyet ku dim le, se e kemi në nivelin e dur sa çdo të më qenë. Provojmë, do të me provu. Po kënaqe për të jetën për mirë, jenë rregull. Po s'u kënaqe, po të ngushtu zemra me dep sa përmend për mi filani, bjeri mrapa valla, jo të kardiologu, po bjeri mrapa me sheria, të bjeri mrapa me dua, e me lutje, o Zot na pastro. Si që pastro për Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ke u thënë na pastro ne, ja Rabbil Alamin. Ela ina ahsan al-kalam wa ablaq